kam vendosur mos t'jem as si politikan i ri dhe as si një pedagog, por kam vendosur t'jem si një djalë Tirane. Kam vendosur t'jem këtu si një qytetar i Tiranës, qyteti ku unë, babai im, gjyshi im, sërgjyshi im u rritën dhe jetuan këtu. Sot jam kokullur dhe zemër thyer, dhe mbase ky është realiteti dhe për një pjesë prej jush. Kokullur sepse çdo ditë ka gjithnjë më pak student në për auditor. Zemër thyer teksa shoh popullin tim të varfërohet. Jo se Shqipëria është e varfër, por sepse është e vjedhur dhe vidhet çdo ditë. Jam këtu si një burr i ri, që nuk arrita t'i mbroj shokut e mi nga zbimi i pushtetit. Shumica nga shokut me të cilën ndava ëndrat nuk janë më këtu. Nuk ikën se nuk e donin Shqipërinë. Ikën sepse Shqipëria e tyre u pushtua nga një mal që u zinte frymën. Dhe unë nuk arrita t'i mbroj. Sot jam këtu si bashkëshort, si një burr që nesër do të bëhet baba, dhe pyes veten çfarë vendi po përgatis për fëmijët e mi. Jam këtu si përfaqësues i një brezi me ëndra të thyera, si një brez që ju imponua ikja, si një brez që ju imponua dorëzimi, si një brez që ju imponua heshtja. Por sot jam këtu për një arsye, sepse ka ardhur koha e betejës finale. Të dashur miq, sot ne kemi një mal përpara. Kemi një mal që na ka zënë frymën. Një mal i ndërtuar me tulla droge, me beton frike dhe me heshtjen tonë. Një mal që rritet sa herë qytetarët dorëzohen. Një mal që rëndohet sa herë intelektualët heshtin. Dhe ky mal na mbyt sa herë ne ulim kokën. Ky mal forcohet sa herë ne themi nuk bëhet ky vend. Ky mal bëhet i pathyeshëm vetëm nëse ne qëndrojmë të ndarë. Ky është mali i kapjes së shtetit. Ky është mali i narkoshtetit. Është një mal i ndërtuar me krim, me parat pista, me rrugë të florinta, me afera dyshimta, me frikë dhe me heshtje të blerë. Ky është mali i degenerimit që kërkon të sklavëroj bijtë tanë. Është mali i ligjit barazisë gjinore, ligj që kërkon të mësoj djemt tanë 4 vjeçar se kanë lindur në trupin e gabuar. Mali i ligjit që synon shkatrimin e familjes tradicionale. Mali i ligjit që kërkon vajzat adoleshente të abortojnë pa dijenin e prindërve të tyre. Është mali i ligjit që burgos për fjalën e lirë dhe të dënon për besimin në Zot. Është mali i ushqimeve të pakontrolluara. Është mali i mungesave të ilaçeve. Është mali i gjyshërve dhe nënave që përmbyllin jetën pa dinjitet.